Sot, me 28 maj, në Ferizaj do të hapëm zyrtarisht fushatën zgjedhore për zgjedhjet e datës 7 qershor. Në ora 20, në sheshin të komuna Ferizajt, ftoj gjyqtetarët që të na bashkohen. Po hymë këtë fushat me respekt për qytetarët, me besim të demokracia dhe me vizion të qartë për të nxjerrë Kosovën nga kriza. Prandaj, duhet bëj thirrje gjitha partive politike që kjo fushat tjetë e qetë, demokratike, me korrektësi të ndërsjellët dhe me respekt për standardet e zgjedhjeve të lira. Në veçanti, pushteti ka përgjegjësi që të garantojnë dëshmëri dhe barazi në zgjedhje dhe të mos lejoj përdorimin e resurseve shtetërore në funksion të fushatës. Deri tash, veprimet që kanë ndodhur nga pushteti garën e bojnë të pandeshme dhe të pabarabartë. Përdorimi i resurseve shtetërore, i paras publike, në funksion të zgjedhjeve dhe të maksimalizimit votës për partinë pushtet nuk është gjë e duhur. Kjo nuk duhet ndodhë, sepse paraja publike do të përdoren përputhje me ligjin, do të përdoren përputhje me transparencën dhe do të përdoret për me dhënë efekt në ekonomi dhe jo me qëllim që partia në pushtet, qeveria, ta përdorë paraja publike jashtë rregullave që të ketë vota më shumë për vete. Dhe kjo nuk ka ndodhur dhe nuk do ndodhë as tash e as në të ardhmen. Prandaj i bëj ftesë, i kërkoj qeverisë që resurset shtetërore, paranë publike mos ta përdorë me qëllim të krijimit të pabarazisë në garë mes subjekteve politike. Mbi të gjitha, Kosova ka nevojë për garë desh, jo për gjuhë urrëties, për program me përgjegjësi e asesi me përçarje dhe përplasje. O, mbi dita për shëndetje, edhe për haj bajrami. A që më tërgani kur jeni gati.